Data 10 korrik. Jozueut, kapitulli 12. Këta janë mbretërit e vendit të mundur nga bijtë e Izraelit që pushtuan territorin e tyre matan Jordanit në drejtim të lindjes, nga porroi Arnon deri në malin Hermon dhe tër Arabahun lindor. Sihoni, mbreti i Amoreve, që banonte në Heshbon dhe sundonte në Aroeri, që gjendet mbi brigjet e lumit të Harnonit, nga gjysma e lumit dhe nga gjysma e Galaadit deri në lumin Jakob, që është kufi me bijtë e Amonit, dhe në pjesën lindore të Arabahut nga deti Kinerethit deri në detin e Arabahut, nga deti i kripur deri në Beth Jeshimoth dhe në jug deri në shpatet e Pisgahut. Pastaj territori Jogut, mbretit Bashanit, një nga gjigantët që kishin shpëtuar dhe që banonte në Ashtaroth dhe në Edrei, dhe që sundonte mbi malin Hermon, mbi Salkahun, mbi tër Bashanin deri në kufirin e Geshuritëve dhe Makathitëve dhe mbi gjysmën e Galaadit deri në kufirin e Sihonit, mbretit të Heshbonit. Mojsiu, shërbëtori i Zotit dhe bijtë e Izraelit i mundën. Pastaj Mojsiu, shërbëtori i Zotit, u dha në zotërim vendin e tyre Rubenitëve, Gaditëve dhe gjysmës së fisit të Manasit. Këta janë përkundrazi mbretërit e vendit që Jozueu dhe bijtë e Izraelit i mundën këtej Jordanit, në perëndim, nga Baal-Gadi në luginën e Libanit deri në malin Halak që ngrihet mbi Seir, vend që Jozueu u dha fisëve të Izraelit sipas ndarjeve të tyre, në krahinën malore, në ul të Sir, në Arabah, në shpatet e maleve, në shkretë e tir dhe në Negev, vendi i Hiteve, i Amoreve, i Kananeve, i Perezeve, i Hivejve dhe i Jebusejve. Mbreti i Jerikos, 1. Mbreti i Ait afër Bethelit, 1. Mbreti i Jeruzalemit, 1. Mbreti i Hebronit, 1. Mbreti i Jarmuthit, 1. Mbreti i Lakishit, 1. Mbreti i Eglonit, 1. Mbreti i Gezerit, 1. Mbreti i Debirit, 1. Mbreti i Gederit, 1. Mbreti i Hormahut, 1. Mbreti i Aradit, 1. Mbreti i Libnahut, 1. Mbreti i Adulamit, 1. Mbreti i Makedahut, 1. Mbreti i Bethelit, 1. Mbreti i Tapuahut, 1. Mbreti i Heferit, 1. Mbreti i Afekut, 1. Mbreti i Sharonit, 1. Mbreti i Madonit, 1. Mbreti i Hatsorit, 1. Mbreti i Shirom Meronit, 1. Mbreti i Akshafit, 1. Mbreti i Tanakut, 1. Mbreti i Megidos, 1. Mbreti i Kedeshit, 1. Mbreti i Jokneamit në Karmel, 1. Mbreti i Dorit mbi lartësinë e Dorit, 1. Mbreti i popujve të Gilgalit, 1. Mbreti i Tirtsahut, 1. Gjithsej 31 mbretër. Jozueu, kapitulli 13. Por Jozueu ishte plak dhe në moshë të shtyrë, dhe Zoti i tha: Ti je plak dhe i shtyrë në moshë, dhe të mbetet një pjesë shumë e madhe e vendit për të pushtuar. Ky është vendi që mbetet ende, tër territori i Filistejve dhe gjithë ai i Geshuritëve, nga Shikori që rrjedh në lindjet e Egjiptit deri në kufirin e Ekronit nga veriu, krahin që konsiderohet kananease. Tokat e 5 princave të Filistejve, domethënë të Gazës, të Ashdodit, të Ashkalonit, të Gathit, të Ekronit dhe të Avejve gjithashtu, në jug, tër vendi kananejve dhe Merahu që u përket Sidonëve deri në Afek, deri në kufirin e Amoreve. Vendi i Giblitëve dhe tër Libani në drejtim të lindjes, nga Baal-Gadi në këmbët e malit Hermon deri në hyrje të Hamathit, tër banorët e krahinës malore të Libanit deri në ujërat e Mitsrefothit dhe gjithë Sidonët, unë do t'i dëboj para bijve të Izraelit. Ti ndërkaq ndaje me short vendin midis izraelitëve si trashëgimi, ashtu si t'kam urdhëruar. Ndaje pra këtë vend si trashëgimi midis 9 fiseve dhe gjysmës së fisit të Manasit. Rubenitët dhe Gaditët bashkë me gjysmën e fisit tjetër kanë marrë trashëgiminë e tyre, që Mojsiu dha atyre matan Jordanit në lindje, ashtu siç ua kishte dhënë Mojsiu, shërbëtori i Zotit. Nga Aroeri që ndodhet në brigjet e porrojit Arnon dhe nga qyteti që është në mes të luginës, tër rrafshnatën e Medebas deri në Dibon, tër qytetet e Sihonit, mbretët e Amoreve që mbretëronte në Heshbon deri në kufirin e bijve të Amonit, Galaadin, territorin e Geshuritëve dhe tër Makathitëve, tër malin Hermon dhe tër Bashanin deri në Salkah, tër mbretërinë e Ogut në Bashan që mbretëronte në Ashtaroth dhe në Edrei dhe ishte i vetmi gjigant i mbetur gjallë. Në fakt Mojsiu e kishte mundur dhe dëbuar, por bijtë e Izraelit nuk i përzun Geshuritët dhe Makathitët. Kjo është arsyeja pse Geshuritët dhe Makathitët banojnë në mes të Izraelit deri në ditët e sotme. Vetëm fisit të Levit, Mojsiu nuk i kishte dhënë asnjë trashëgimi. Flijimet e bëra me zjarr për nder të Zotit, Perëndisë e Izraelit, përfaqësonin trashëgiminë e tij ashtu siç u kishte thënë ai. Kështu Mojsiu i kishte dhënë fisit të bijve të Rubenit pjesën që u përkiste sipas familjeve të tyre,
Territori i tyre niste nga Roeri që ndodhet mbi brigjet e porojit Arnon dhe nga qyteti që gjendet në mes të lugines, tërë rrafshnalta pranë Medebës, Heshboni dhe tërë qytetet e tij që ndodheshin në rrafshnaltën, Diboni, Bamoth Baali, Beth Baal Meoni, Jacahu, Kedemothi, Mefathi, Kirjathaimi, Sibmahu, Cereth Hashahari, mbi malin e luginës, Beth Peori, shpatet e Pizgahut dhe Beth Jeshimothi. Të gjitha qytetet e rrafshnaltës dhe tërë mbretëria e Sihonit, mbretit të Amoreve që mbretëronte në Heshbon, të cilin Mojsiu e mundi me princat e Madianit, Evi, Rekem, Cur, Hur dhe Reba, princa vasal të Sihonit që banonin në atë vend. Bijtë e Izraelit vranë gjithashtu me shpatë Balamin, birin e Beorit, shortarin bashkë me të tjerë që u vranë në radhët e Midianitëve. Territori i bijve të Rubenit kufizoi me Jordanin. Kjo ishte trashëgimia e bijve të Rubenit, në bazë të familjeve të tyre, së bashku me qytetet dhe fshatrat e tyre. Mojsiu i kishte dhënë gjithashtu fisit e Gadit, bijve të Gadit pjesën e tyre sipas familjeve të tyre. Territori i tyre përfshinte Jazerin, të gjitha qytetet e Galaadit, gjysmën e vendit të bijve të Amonit deri në Aroer, që ngrihet përballë Rabahut, dhe nga Heshbonit deri në Ramath Mitzpah dhe Betonim, dhe nga Mahanaimi deri në kufirin e Debirit, dhe në Lugin, Beth Harami, Beth Nimrahi, Sukothi dhe Cafoni, pjesa që mbeti nga mbretëria e Sidonit, mbretit të Heshbonit që ka Jordanin për kufi, deri në skajin e detit të Kinerethit, matan Jordanit në drejtim të lindjes. Kjo që trashëgimia e bijve të Gadit sipas familjeve të tyre me qytetet dhe fshatrat e tyre. Mojsiu i kishte dhënë gjithashtu gjysmës së fisit të Manasit, bijve të Manasit pjesën e tyre sipas familjeve të tyre. Territori i tyre përfshinte Mahanaimin, tërë Bashanin, tërë mbretërinë e Ogut, mbretit të Bashanit, tërë fshatrat e Jairit që ndodhen në Bashan, gjithsej 70 qytete. Gjysma e Galaadit, Ashtarothit dhe Edreit, qytetet të mbretërisë së Ogut në Bashan, kaluan në dorë të bijve të Makirit, birit të Manasit, sipas familjeve të tyre. Këto janë pjesë që Mojsiu kishte ndarë si trashëgimi në fushat e Moabit, matan Jordanit në bregun përballë Jerikos në lindje. Por fisit e Levit, Mojsiu nuk i la asnjë trashëgimi. Zoti, Perëndia e Izraelit, ishte trashëgimia e tij, ashtu siç u kishte thënë ai vet. Psalmi 145. Unë do të të përlëvdoj, o Perëndia im dhe mbreti im, dhe do të bekoj emrin tënd për jetë. Do të bekoj çdo ditë dhe do të lëvdoj emrin tënd për jetë. Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë dhe madhështia e tij është e panjohshme. Një brez do t'i shpallë lëvdimet e veprave të tua tjetrit dhe do t'i njoftoj mrekullitë e tua. Do të mendohem thellë mbi shkëlqimin e lavdishëm të madhështisë sate dhe mbi veprat e tua të mrekullueshme. Këto do të flasin për fuqinë e veprave të tua të tmerrshme, dhe unë do të tregoj madhështinë tënde. Ata do të shpallin kujtimin e mirësisë sate dhe do të këndojnë me gëzim drejtësinë tënde. Zoti është i dhëmshër dhe mëshirëplot, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dhe mëshëri për të gjitha veprat e tij. Tërë veprat e tua do të kremtojnë, o Zot, dhe shenjtorët e tu do të të bekojnë. Ata do të flasin për lavdinë e mbretërisë sate dhe do të tregojnë për fuqinë tënde, për të bërë të njohura bijve të njerëzve mrekullitë e tua dhe shkëlqimin e madhërisëm të mbretërisë sate. Mbretëria jote është një mbretëri e përjetshme dhe sundimi yt vazhdon brez pas brezi. Zoti përkrah tërë ata që rrëzohen dhe ngre përsëri në këmbë tërë ata që janë rrëzuar. Sytet e gjithëve shikojnë drejt teje duke pritur dhe ti u jep atyre ushqimin në kohën e duhur. Ti e hap dorën tënde dhe e plotson dëshirën e çdo qenie të gjallë. Zoti është i drejtë të gjitha rrugët e tij dhe dashamirës në të gjitha veprat e tij. Zoti është pranë gjithë atyre që e kërkojnë, pranë gjithë atyre që e kërkojnë në të vërtetë. Ai kënaq dëshirën e atyre që kanë frikë prej tij, dëgjon britmën dhe i shpëton. Zoti mbron të gjithë ata që e duan dhe do të shkatërrojë të gjithë të pabesët. Goja ime do të tregojë lëvdimin e Zotit dhe çdo qenie do të bekojë emrin e tij të shenjtë për jetë. Jeremia, kapitulli 6. O bijtë të Benjaminit, kërkoni një stre jashtë Jeruzalemit. I bini Boris në Tekoa dhe ngrini një sinjal zjarri në Beth Kerem, sepse nga veriu po vjen një gjëm, një shkatërim i madh. Unë do ta shkatërroj bien e bukur dhe delikate të Sionit. Në drejtim të saj vijnë barim me kopet e tyre, ngren çadrat e tyre rreth e qark kundër saj, secili kullot në pjesën e tij. Përgatitni luftën kundër saj. Çohuni dhe le të dalim në mes të ditës. Mirë ne, sepse dita po kalon dhe hijet e mbrëmjes po zgjaten. Çohuni dhe të dalim natën.
të shkatërrojnë pallatet e tij. Sepse kështu thot Zoti i ushtrive: prisni drurit e tij dhe ndërtoni një ledh kundër Jeruzalemit. Ky është qyteti që duhet ndëshkuar, në mes të tij nuk ka veç se shturje. Ashtu si një pus nxjerr ujërat e tij, kështu ai nxjerr ligësinë e vet, në të flitet vetëm për dhunë dhe për shkatërim. Para meje qëndrojnë vazhdimisht dhëmbje dhe plag. Lejo të korrigjojnë, o Jeruzalem, përndryshe shpirti im do të largohet nga ti, përndryshe do të katandisë një shkëtetir në një tokë të pabanuar. Kështu thot Zoti i ushtrive: ata që kanë mbetur nga Izraeli do të mblidhen si vilet e pavjela të një vreshti. Kaloje përsëri dorën tënde si vjelësi mbi degsat e hardhis. Kujt do t'i flas dhe cilin do të qortoj që të më dëgjoj? Ja, veshi i tyre është i parrethprer dhe ata nuk janë të Zotë të tregojnë kujdes. Ja, fjala e Zotit është bërë për ta objekt për çmimi dhe ata nuk gjejnë tek ajo asnjë kënaqësi. Prandaj jam mbushur me zemërimin e madh të Zotit, jam lodhur duke përmbajtur, do ta hedh mbi fëmijët në rrugë dhe mbi të rinjtë e mbledhur bashk, sepse do të kapen si burri ashtu dhe gruaja, si plaku ashtu dhe burri i ngarkuar me vite. Shtëpitë e tyre do t'u kalojnë të tjerëve, së bashku me arat e tyre dhe bashkëshortet e tyre, sepse unë do të shtri dorën time mbi banorët e vendit, thot Zoti. Sepse nga më i vogli deri te më i madhi, të gjithë lakmojnë fitime. Nga profeti deri te prifti janë të gjithë gënjeshtar. Ata e mjekojnë shkeleshko plagën e popullit tim duke thënë paqe, paqe, kur nuk ka paqe. A ju vin të turp kur kryenin gjërat neveritshme? Jo, nuk ishin turp fare dhe as nuk dini se ç'ishte të skuqeshe. Prandaj do të rrëzohen midis atyre që rrëzohen, kur do t'i vizitoj do të rrëzohen, thot Zoti. Kështu thot Zoti: ndaluni në për rrugë dhe shikoni, pyesni për shtigjet e vjetra, ku është rruga e mirë dhe ecni në për të. Kështu do të gjeni prejhe për shpirtrat tuaj. Po ata përgjigjen: nuk do të ecim në për të. Kam vënë roje mbi ju, kushtojeni kujdes zërit të boris. Por ata përgjigjen: nuk do t'i kushtojmë kujdes. Prandaj dëgjoni o kombe dhe di o kuvend çfarë do të ndodh atyre. Dëgjo tokë, ja unë do të sjell mbi këtë popull një gjëm, vetë frytin e mundimeve të tij, sepse nuk u kanë kushtuar kujdes fjalëve të mia dhe as ligjit tim, por e kanë hedhur poshtë. Ç'më hyn në punë temjani që vjen nga Sheba, kanella e mirë që vjen nga një vend i largët, holokaustet tuaja nuk më pëlqejnë dhe flit tuaja nuk më pëlqejnë. Prandaj kështu thot Zoti: ja unë do të vendos para këtij populli disa gur pengese, në të cilët do të pengohen bashk etër dhe bi, fqinjë dhe miku i tij do të vdesin. Kështu thot Zoti: ja një popull vjen nga një vend i veriut dhe një komb i madh do të dalë nga skajet e tokës. Ata rrokin harkun dhe ushtën, janë të egër dhe nuk kanë mëshirë, zëri i tyre i ngjet zhurmës së detit. Ata kanë hipur mbi kuaj dhe janë gati të luftojnë si një njeri vetëm kundër teje, o bie Sionit. Kemi dëgjuar famën e tyre dhe na ran duart. Ankthi na ka mbërthyer ashtu si dhëmbje që zën një grua që po lind. Mos dilni në përara, mos ecni në për rrugë, sepse shpata e armiku dhe tmerri janë kudo. O bie populli tim, vi shumë me thes dhe rrotullohu në hi, mbaj zi si për një bir të vetëm, me një vajtim shumë të hidhur, sepse shkatërruesi do të sulet mbi ne pa pritmas. Unë të kisha vënë midis popullit tim si një provues dhe një fortesë, me qëllim që ti të njihja rrugën e tyre dhe ta provoj atë. Ata janë të gjithë rebel midis rebelve, shkojnë rreth e qark duke përhapur shpifje. Janë bronz dhe hekur, janë të tërë korruptues. Zhyryku fryn me forcë, plumbi konsumohet nga zjarri, mëkoti rafinon rafinuesi, sepse skorjet nuk shkëputen. Do të quhen argjendi i refuzimit, sepse Zoti i ka hedhur poshtë. Mateo, kapitulli 20. Mbretëria e qejve i ngjan pra një zot i shtëpie, që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtor për vreshtin e vet. Mbasi ranë u idi me punëtorët për një denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e vet. Pastaj doli rreth orës së 3 dhe pa që të tjerë po rrinin në shesh të papunë. Dhe u tha atyre: shkoni edhe ju në vreshtat dhe unë do t'ju jap sa është e drejtë. Dhe ata shkuan. Doli përsëri rreth orës së 6 dhe orës së 9 dhe bëri po ashtu. Por, kur doli rreth orës së 11, gjeti të tjerë që rrinin kot dhe u tha: përsa rrini gjithë ditën këtu kot? Ata i thanë: sepse askush nuk na ka marrë me mëditje. Ai u tha atyre: shkoni edhe ju në vresht dhe do të merrni sa është e drejtë. Por kur erdhi mbrëmja, i zoti i vreshtit i tha kujdestarit të vet: thirri punëtorët dhe jepu mëditjen e tyre, duke filluar nga ata të fundit e deri tek të parët.
Dhe kur erdhen ata të orës së 11, morën nga 1 denar secili. Por kur erdhen të parët, menduan se do të merrnin më shumë, por edhe ata morën nga 1 denar secili. Duke e marrë murmurisnin kundër të zotit të shtëpisë, duke thënë: "Këta të fundit punuan vetëm 1 orë dhe ti trajtove njësoj si ne që hoqëm mbarrën dhe vapën e ditës." Por ai duke u përgjigjur i tha njërit prej tyre: "Mik, nuk po të ha hakun. A nuk re në ujdi me mua për 1 denar? Merr atë që të takon ty dhe shko. Por unë dua t'i jap këtij të fundit aq sa ty. A nuk më lejohet të bëj ç'të dua me gjën time? Apo syri yt është i ligë, sepse unë jam i mirë?" Kështu të fundit do të jenë të parët, dhe të parët të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Dhe kur Jezusi po ngjitej në Jeruzalem, i mori me një anë të 12 dishepuj gjatë rrugës dhe u tha atyre: "Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem dhe Biri i Njeriut do t'u dorëzohet kryepriftërinjve dhe skribëve, dhe ata do ta dënojnë me vdekje. Dhe do ta dorëzojnë në duart e paganëve që ta tallin, dhe ta fshikullojnë dhe ta kryqëzojnë. Por ai ditën e tretë do të ringjallet." Atëherë, nëna e bijve të Zebedeut ju afrua bashkë me bijtë e vet, ra përmbys përpara tij dhe i kërkoi diçka. Dhe ai tha: "Çfarë do?" Ajo u përgjigj: "Thuaj që këta 2 bijtë e mi të ulen njëri në të djathtën tënde dhe tjetri në të majtën tënde në mbretërinë tënde." Por Jezusi duke u përgjigjur tha: "Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund ta pini kupën që unë do të pi dhe të pagzoheni me pagzimin me të cilin unë do të pagzohem?" Ata i thanë: "Po, mundemi." Dhe ai u tha atyre: "Vërtet, kupën time do ta pini dhe me pagzimin që unë pagzohem do të pagzoheni. Por nuk më takon mua ta jap të ulurit në të djathtën time dhe në të majtën time, por është për ata që u është përgatitur nga Ati im." Dhe kur të 10-ët e dëgjuan, u indinjuan kundër të 2 vëllezërve. Por Jezusi i thirrri ata pranë vetes dhe u tha: "Ju e dini se të parët e kombëve i sundojnë ato dhe të mëdhejt përdorin pushtetin mbi to. Por kështu nuk do të jetë ndër ju. Por kush të dojë të bëhet i madh ndër ju, le të jetë shërbënjë si juaj. Edhe kush të dojë të jetë i parë ndër ju, le të jetë shërbëtori juaj. Ashtu si Biri i Njeriut nuk erdhi që t'i shërbehet, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si shpërblesë për shumë veta." Dhe po dilni nga Jeriko, një turmë e madhe e ndoqi. Dhe ja, 2 të verbër që uleshin gjatë rrugës, kur dëgjuan se po kalonte Jezusi, filluan të bërtasin duke thënë: "Ki mëshirë për ne, o Zot, Biri i Davidit." Por turma i qortoi që të heshnin, por ata bërtisnin edhe më fort duke thënë: "Ki mëshirë për ne, Zot, Biri i Davidit." Dhe Jezusi qëndroi, i thirrri dhe tha: "Çfarë doni që do bëj për ju?" Ata i thanë: "Zot, të na hapen sytë." Dhe Jezusi pati edhe mshuri për ta dhe preku sytë e tyre, dhe në atë çast u erdhi drita e syve dhe ata e ndiqnin.